20 years ago, so before I went blue, I've been waiting for someone to cut me loose. I didn't recognize those sad-eyed eyes. All along I was you. I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. Peace, say hello to heaven. Searching for the boy I once outgrew. Those days when everything went to 11, I can honestly say I cried the day that Chris Cornell died. And I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. Lord, I wish I knew 20 years ago or so before I went blue. I've been waiting for someone to cut me loose. I didn't recognize those sad eyes. All along I was you. Those sad eyes. Some say real men don't cry, so why the hell do I? Përshëndetje YouTube dhe mirë se erdhët në një video tjetër. Unë po ikit e mjeku, jam shumë keq, jam e bllokuar, jam e lodhur, s'kam pik energjie, pik takati, dhe nuk më rri as suma në një vend, nuk më rri as papanica të rri në shtëpi rehat në një vend, jo. Koha është shumë e bukur, është diell, është një ditë perfekte, edhe këto ditë janë kaq shumë të rralla në Gjermani sa më duket sikur do më ikin si ditë. Edhe për këtë arsye sa u ngrita dola. Edhe akoma më keq se nuk më rrihet shtrirë, nuk më rrihet në shtëpi. Para se t'i mora dhe një çaj, mora kët. Kjo firma super e famshme, më thënë të drejtën, gjithandej e shoh. Edhe unë vdes për çaj mente, kjo është me mente, me rigon menteje dhe këtë akra minc, nuk e di çfarë, është në një lloj tjetër, se thot me 3 lloj mentesh. Mora edhe këtë qersneku i preferuar i Andit, isha tek Rosmani, unë i shumë rrallë tek Rosmani, edhe pse Rosmani është më i lirë se DM-ja dhe ka gati të njëjtat produkte me DM-n, edhe të jep dhe 10% ulje nga api gjatë gjithë kohës dhe unë prap i kiti DM-ja, sepse DM-ja ka vend parkimi ku e kam unë. Kurse Rosmani nuk ka dhe e kam shumë për ters të ike atje. Por sot thash po ike, mora dhe një smoothie, i cili ishte Tropical Glow, prandaj ishte kështu me spirulim blu. Isha shumë i lezetshëm, bëra dhe muhabet me ato gocat atje, po më pyesnin për kamerën, jo kam edhe unë, si ta rregulloj, si ta vë, edhe po bëj edhe muhabet. Mora edhe mango, edhe këto i kam shumë qef. Mora dhe Ariel për të larë rrobat. Tikim tash tek mjeku, e kam marrë në telefon dhe i kam thënë që po vi, që shumë të iki, jam shumë e lodhur. Më vjen shumë keq që e kam hapur vlogun me këtë energjim fantastike, po ky është realiteti, kjo është jeta, edhe ky është vlogu. Por të paktën jam bërë njeri, u lava, u rregullova, u bëra e bukur. Thash nuk më rrihet, dua të dal, dua të kënaqem dhe dua të kem energji edhe të ndihem më mirë. Se po t'ishte kohë e keqe, do isha shtrirë në shtëpi dhe nuk do ndihesha në faj, që nuk po shfrytëzoj ditët e bukura dhe kohën e bukur. Hajde logjik, hajde mendja, hajde ikim tash, ikim. Think about me because I'm starting to doubt we will find our way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reason. Still I'm hoping we'll be meeting
pak ginger shots edhe përdora këtë, si se kisha përdora akoma që mora për të grirë gingerin dhe tumerikun, edhe shkoni se mu të thojnë direkt. Shumë i fort, edhe po më kujtohej kur kam pasjetuar, shumë pak flas për këtë periudhë, kur kam pasjetuar me qëra me goca. Kam jetuar 1 vit e gjys me goca të ndryshme. Edhe ka qenë eksperiencë më vete, aventurë, edhe kam pasjetuar te Mine Peza, mu përballë prokurorisë. Kam jetuar aty një 6 muaj, a mos më pak se maj mend, edhe bëja me gocat një mask për fytyrën. E lexuam online te kjo revista Living më duket, edhe e bënim gati çdo mbrëmje me tumerik, me mjalt, me kështu. Po se mbaj mend për qamet e kam kërku një ditë se ta bënte fytyrën xham. Sa e mirë që ishte si mask. Nuk e gjeja për qamet një ditë. Edhe kështu kam jetuar me goca gjithë ato kohë. Sa kujtime të bukura. Na njerë më duket vetja si 16 vjeç, e keni parasysh sikur jeta ime ka nisur këtu në Gjermani, na njerë shumë rrallë. Por harroj që unë jam 31 vjeç edhe kam gati, sa vite u bë që kam nga shtëpia? 13 vjet që kam ikur nga shtëpia e prindërve, kam jetuar gati 10 vjet në Tiranë, edhe kam hyrë për vite 3 në Gjermani. Bukur. Sa vite kanë kaluar, edhe mua më duket vetja 16. Të më pyesi njëri 22 mendoj se jam. Hajde se 16 jam e vogël. 22 më duket vetja. 22 vjeçe. I know I can't say that we didn't end it for good reason. Still I'm hoping we'll be meeting soon. Everybody needs some time to figure themselves out, but I want you close, and I still have hope. I'm waiting every day for you to come back and tell me we can. Se më keni pyetur disa herë si i bëj ginger shotsat, ignorojeni super mujen time. I bëj shtryth 2 limona, 3 portokall, ginger edhe tumerik, shumë e rëndësishme tumerik. Nëse nuk e gjeni kështu, ky është tumeriku. Ha më fokusohu, bëll më pe mua. E gjenit në plur, revja ka gjithmonë të freskëta faktikisht. I hedh edhe piper të grirë, kokër, por e gri. E le pak kështu bashk edhe pastaj e kulloj. E le një gjysore bashk këto. Pastaj e kulloj që ti iki pulpi. Si quhet kjo? Pulp. Dëgjon? Nuk e di nga merret fjala. Edhe i pi në mëngjes si shoca. Më shumë i pi anti se unë, por i bëjmë për mëngjes. I'm not high or low, no, I'm somewhere in the middle and a little bit messed up. 'Cause without you everything stops. I'm feeling so lonely when you never phone me. I put your picture on my windowsill to make myself feel alright. But I knew it would not be easy, spending time apart, and I almost can't believe it. Believe that you're gone, and I don't think this will get better until you come around. I guess that everybody needs some time to figure themselves out, but I want you close, and I still have hope. I'm waiting every day for you to come back and tell me we can work it out, forget about the past, now time. Once upon a time, in a faraway land, a young prince lived in a shining castle. Although he had everything his heart desired, the prince Një kaotik që është për super muj pas një sezonit gjatë shirash, 3 mujor, 4 mujor sa zjati. Duhet ta rregullojmë, por jam shumë pa qef. Nuk më ka humbur krejt shija, më ka humbur nuatja, dielli po mbie, kam dalë këtu jashtë, marr pak rrezë dielli, por nuk jam mirë fare. Thjesht po rri çik këtu në diell të ngrohem. Më dali gripi. Am I ever gonna get there?
Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? I guess we'll see. Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? Am I ever gonna get there? I guess we'll see. Cause I'm trying to find my place. And I heard a man once say, son, you gotta run your own race. Don't you ever think. Më ka palosur gripi. Nuk e di. I ka deri te posta. Dhe i va një batanie që vura dje në lavatrice. Edhe jam i vdekur. Vajtë më marrë një pako. Një përë si të kisha vërë të përëja. Sa të që të marrë. Jam një palë pijama. Në dukan yll. Tja të regoj edhe juve. Më përqenjë shumë pijamat e hëmës. Edhe më duhen disa pijama. Ose sa të buton djenë kanë. Që janë si silk. Sa shik. Shifene? Kur sa flet me pijama të bukura. Oh my god, sa më pëlqejnë. I kam marrë extra large se i doja oversize. Edhe i pash që kishin litar që mund t'i ngushtoj dhe janë yll. Shikone? Me poqelli, me vija blu e errët dhe një vije zezë që nga super. Tash i pijamat i mora, vetëm një udhëtim më duhet. Për shikoja për një udhëtim se më kishin shkruar njëra nga ju për të shkuar në Lübeck, po, në një qytet të Gjermanisë që është në veri dhe është super i bukur, edhe zysha ku kam qenë në shkollë, na e ka pas sugjeru shumë. Shkoni, se ajo kishte vajtur në verë kur ishim në kurse dhe i kishte përshyer sa më shumë. Edhe doja të shkoja, por jam e vdekur, nuk e keni iden sa e lodhur, sa kështu. Të shtisë edhe mbaj trurin, se më them, të shtisë edhe mbaj trurin, se më them gjithë kjo pjesa këtu kur të shtisë, imagjinoni sa rënd jam. Edhe kam pi një brufen, do i kita shqit shtërinjen, pi qajnë tim me mente, se e bëra edhe dola, po ishe shumë ndet që kështu s'kisha mundësi ta pija. Do pi këtë, do rri shtrirë, do fus gjumit, do ble online, do ble prap gjumë, do ble prap, edhe do pres pak po që të më vjen. Kujdesni për veten, vishuni, sepse ka shumë beroca, ka që thotë. Don't you ever stop. No, don't you ever stop. Am I ever gonna get there? I don't know if I will get there. No. Will I ever see the sun there? I guess we'll see. Cause I'm doing all I can, finding my goals and shaking hands, searching way. Dola njerëz nga shtëpia sot, u bëra njeri, u lyva, u rregullova, mora edhe këtë bluzën si shall, vesha bukur. Jo, mora edhe burrin, se thot me mora edhe këtë. Edhe kemi dalë që të hajmë një picë, mora një pasta. Unë jam i vetmi njeri që kur së murem, dua karbohidrate, dua tost, dua bukë, dua karbohidrate, më kërkon trupi, ambëlsira, më ka vajtë mendja për tiramisu.
Edhe pyeta shokun tim të ngushtë, i cili quhet ChatGPT. E pyeta ora, a është normale? I thash që më hahet kaq shumë karbohidrate se të njerëzit humbin oreksin, kurse mua më shtohet, më tha mua është normale sepse trupi djeg më shumë energji dhe ka njerëz që reagojnë kështu. Imagjinoj edhe kur sa mure me lek, jo si gjithë të tjerët që rrinë shtrirë, po kemi dalë te rruga cool edhe është super bukur. Po kënaqesh ti? Po dhe unë po kënaqem. Kanë dalë njerëzit të gjithë, është mbushur full. Edhe që sa për gatimin, sot po të gatuj. Po gatun ti? Po, unë nxorra. Ti mëzore, dora vetë unë kisha bërë gati të prisja të dera, si dhe qenë. Kisha marrë litarin të goja. Se të qenë që i bëhet qiqe, ishe të në kjo dera. Se bëjmë shaka për zotin. Kisha marrë litarin në të goja dhe po prisja t'je bebe. Ajder. Kjo dera. Edhe gëzuar njerëz pros. Ka fillu vera në Gjermani, janë shumë ditë bukura, ka zgjat dita që është gjë më kryesore dhe është shumë bukur. Unë e dashuroj verën në Gjermani. Është me vërtet shumë bukur, vuja është pak pa qef. Po do i kaloj. Sot besoj se jemi më mirë, nëse je pak më mirë, besoj. Doja të ikja në Holland, po burit po të Por nuk do shkem se kemi një problem të vogël me makinën. Edhe me atë rast, problemi është shumë i vogël, por grusi as madhen problemi që po shkem. Jo, me vërtet kemi një problem me makinën edhe thjesht do shkojmë më vonë ndoshta. Donim t'iknim në Den Haag. Po në Den Haag ka që vuja me shku edhe kaq. Se është 8 marsi, pandaj doja me shku unë. E vërtet? Po. Dëshë me shku këtë javë më gru? Po pra këtë javë është 8 marsi, në fund javë. Po jemi në mars të më tak. Trunim, po nënda akoma ke shkurti. Për zotin. Best of friends through thick and thin. That's what we always said and what you believe. But I'm wanting more. Can't help Bie dhe provova kostumin. Haje. Edhe që nga një super bomb. Kostumi që nga yll, është masa extra large, si ja tregova. Jo vetëm bomb. Po ce? Sexy bomb, jam si një gjallë. E disa materiali butër është kiska. Më vjen shumë keq që është sold out. Unë do ale linku gjithsesi se kishte edhe rozë dhe ngjyra të tjera, në qoftë se do doni. Sa i bën tiket? 40 euro. E shesi 50. Jo, nuk e shesim. Ja vlen për 40 euro. Jo. Më shumë thuaj. Cili i bukur është vetëm. A më vërtet për ta për jashtë çafetem, çaftë. Jo, më bukur është për gjumë. Për gjumë 40 euro? Po. Ti je shumë çuditshëm se ti nuk do që unë ti këti bleda tek Primarku, por edhe 40 euro të duket shumë. Jo, nërë më grupë, jo. Ti e ke marrë, ti... Me qa kostume është flegju, ti? Unë? Te alti, 10 euro. Jo, më da ma do së flejon, së flej ma së gjërë veç më kanë tjera. Nuk me intereson një se fledi. Po ti më... Unë fle me kostum gjumë. Po, 20 euro. Ja vlen, ka dhe ngjyra të tjera, gruaja do lej linku nesër. Ti do ma blie mua? Unë këtë po, ja ta kam ble. A më vetë do? Të bëra vetë tuk. Ashtu e qati, atë të bomën ke interneti ti, me telefon kështu, e qanti. Ti Se jam bosi, ne kur falë, më duhet vetë asi shumë i lashtë. Te telefon. Ke telefon. Ke interneti. Ke interneti, na herë më duhet vetë shumë i lashtë. Thotë si kur janë 200 vjeç. Po qeshim me njërin Sa folë kështu telefon, interneti, brezi juaj. Jo, po qeshim me njërin dje se thoshte po shikoj DVD-n e dasmës, edhe ne të dy ishim që shikoj që DVD, ajo është kaseta e dasmës, qofta ajo në DVD, qofta ajo në flash, qofta që po një me kështu. Jo, është të ideja që për ne është kaseta e dasmës. Po, gjithmonë ashtu jam pa kaseta e dasmës. Nuk ka rëndësi qofse se qa forme vjen ajo. Po, ti kisha DVD është. A e s'është mas DVD të është nuk se bëbo. Me email, të shi qëtë email. Po ajo është kaseta e dasmës, nuk është video e dasmës, është kaseta e dasmës. Jemi të lashtë. Këto 2006-ës është 2006-ës, të 2006-ës janë të shi 26 vjeç. Jore 20 vjeç, ore.
2006 vjeç, 26. Po, 20. Të dërmishit janë 26. Po, dërmishit. Matematika është të qatë. Ama mos, s'pa më tromshë. Edhe kjo do më thënë ishte. Edhe... E qesha, po qesha dhe e qesha. A qarë qesh më nga bita, tha që pëthoj? Në ato aty që pra shofi kanë qesh. Edhe... Kështu ishte. Jemi plakur. Kur po plotsoja ca formulare, se më duheshin ca gjëra me datën time të lindjes, shkoja te 94, më para shkoja direkt me një scroll kështu 94. Dje isha ruk, shroguesh. Brezio ka qenë me mouse, të Brezio ka qenë mouse ka. Po ne Brezion me mouse ka qenë Edhe jashtë. kjo ishte më thënë, herë më hongra një pizë, herë si pasta, Ishte dyja si zyrtarisht vendi më koti që kam shkuar. Ishte dhe më thënë sigur të kisha gatu unë. Ishte ti pizza tipe më të mira. Po, e kam fjallën shumë përgjithësi, dhe më thënë makaronat dhe këto ishte... Ishte një vend shumë i lirë. Po, i lirë ishte. Shumë i lirë. Ajo që mori jeri si kushtoj 10 euro. Ajo që mora unë 13 euro gjys. 25 vajtë në gjithsej, do më thënë që është goxha lirë për Gjermani, për Dortmund, por nuk benin. Nuk do shkoni me. Se përgjithësi shkoj ka 20 euro një. Po, nuk shkoj me atje. Po, u Pra, knaqëm. më knaqëm bom dhe një ecje mas pizza, mas i hongra me ato. U knaqëm ajo që patë mundësi të dinim, merë pak ajër të pastër, ajo zona Po i thosha herë si zoni shkofin ka puna. Pra hajt bukë dhe rinë shpi, bojmë shumë i plogësht. Nuk më vjen pra si gjohë. Dhe nuk ben asë një punë shpije. Në që se ju më thoni mua, që Anti është një djali mirë, ka qënë se nuk është më. Ka qenë. Kam folë si një mami. Ka qenë djali mirë. Tipik mami. You're never here when my tears dry. You're never around to see me thrive. When it's my birthday or my day off, you got other plans and can't show up. But when life deals me a hand, all of a sudden you're the first to come. You're just a friend when I come undone. I have to fall apart to get to see you again. You only have a heart when mine is bleeding. Some kind of friend. If I would win the lottery, you wouldn't be happy for me. But if I blew it all in one day, you'd be there to hug my pain away. Cause in tricky situations, you are the best friend that I've ever had. But it's such a funny feeling when you get enjoyment of seeing me sad. I have to fall apart to get to see you again. You only have a heart. Më shikoni jam po si një domate. Wow, lodha sot, s'kisha edhe shumë takate dhe që kështu bëra vetëm pak kardio. Gati janë 25 minuta, bëra dhe 15 minuta sauna, që të më liroj pak, sepse kam qenë nuk jam më smur, falë Zotit, nuk kam as temperaturë, as rruf, as një gjë, po ndihem si e bllokuar, edhe shumë e lodhur. Edhe thash, po i po bëj pak kardio, edhe po bëj pak sauna, sa për ta lëvizur pak trupin, ai që gjithë kohës kam dhënë të ushtrirë, më nga dhe mëngjes si e pat. Tani do vishem edhe do iki deri tek puna, të dorëzoj raportin që mora pardije, sepse tretit kom tha ke ajo që da dorëzosh. Se di është raporti im i parë që kam marrë këtu në Gjermani, edhe në Shqipëri 3 ditë kam pasur kohë. Me sa mbaj mend unë, kur merrsha raporte, kur punoja, tani se di, 3 ditë më duket se është koha bukur, e di, kaq më tha. Unë më mirë jam, dua t'i ikit në kartën centrum, dua t'i ikit bleca lule për balkonin, sepse është bërë balkoni jo bukur. Ja me që bëj këtë punat marrë një 2 vazo, edhe ta rregulloj edhe ta bëj, sepse na kemi bërë balkonin si kur shplera, është fare bukur, hiç bukur. Edhe shikoni sa jam skuqur për saunës. Beneath the starlit sky,
our love's secret line. Like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Të dëgjojmë njëra muzikat e mia të preferuar italisht. Më ka marrë shumë malli të flas italisht, shumë fare. Pas 8 vjetësh që kam folur 8 orë për ditë, s'kam fajt. Tanto bene sai. Our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive in you. Bëra pak pazar, edhe pas kësaj sikleti që kalova, thash për i ble vetes një tufë me lule, jo se më duhet në një arsye për t'i ble vetes lule, por nuk po i pres nga Andi për 8 marsin. Nuk është se unë nuk pres që 8 marsi të festohet, me thënë të drejtën. Në mendjen time është një festë, është festa gruas, por është një festë për mama. Dhe unë nuk jam mami dhe nuk është se pres të festohet, por kjo nuk do të thotë se unë dua të humb mundësinë që të marr një dhuratë. Kuptoni ju skemën. Por në vetveten nuk e pres ta festoj. O atë juve më stoni gjajuve. Mora një baget, mora një majdanos për ta mbjell. Shifeni? Më duk shumë i freskët, edhe bënte €1 e pak, tash ta marrim. Mora karota, mora qep, ka marrë gjëra kështu gjelle, mora stomak pule, më vdes për stomak pule, mbaroj për stomak pule, edhe kisha shumë kohë që nuk e shikoja, edhe isha të një reve, të cila kishe produkte të zonës, së Dortmundit, syt, edhe ishte edhe kjo ferma, edhe kështë sjellë këto stomak të pulës. Domate, një ananas, se ishte në ofertë, edhe thash, pse jo, më ta marrim një. Kemi shumë kopa nga ananasi s'është ndër frutat që unë preferoj më shumë, por e blem në njerë. Kastravec, po tjetë gjamora. Paltëgjan, edhe ishin super lirë, edhe mora 5 sopë, për këtë arsye mora edhe majtanosin si u tregova. Mora edhe salca shumë, mora jashtëzakonisht shumë, mora 10 salca, sepse ishin me ofertë, mora dhe një mish të grirë. Ky bio ishte shumë i mirë herën e fundit tek Aldi, na pëlqeu, ishte edhe me ofertë, edhe thash po e marr, thash të bëj qofte, të bëj edhe paltëgjan të mbushur, edhe salca, si kjo mora 10 copë. Kjo nuk e di, shikoni. Nuk u fokusoka për qamet. Kjo kështu. 10 copë mora si kjo, por një mora lartë, 9 i lash poshtë që kur të vi Andina puna t'i ngrej lartë, sepse unë dhe ngrej. Edhe këto mora hargjova 20 euro, jo, 33 euro këtu, edhe një 5 euro, 4 euro të revja, 36 mora dhe një kos. Këto bleva. Tani t'ju futemi punës, të bëjmë drekën, një tavë me paltëgjan, të pastrojmë shpinë, sepse kur jem me grip nuk është se mund të pastrosh aq shumë. Edhe do të ndërroj qarqafa, do vë ca rozë me kuadrata, o zotë sa kur i kam, duhet i kete poshtë marrë klëfë të rozë që lava, edhe kështu. Ta bëjmë shtëpinë të bukur, dhe me se po pres të vijanti dhe të dalim. 6:50 a.m. on a Tuesday, bathed in bird song. The moment I wake, turn the dial to the right place. This is my morning, the Tennessee way. My dog is ready to be walking. A pot of coffee got me talking. Patsy cries out, she's so crazy. This is a morning Tennessee made me.
Gjoni antitallet më thot mu janë shoqet e tua që apin mu. I the merë si të boja ti mu se nuk kuptohesh. Antitallet dhe më thot muaj e po si pioneri vogën. Edhe morëm qumshi. Haje! Morëm 5 kg, sa morëm rëndi 4, 6 kg qumësh, 6 litra. 6 bidona. 6 litra qumësh. No. Ne morëm 9, po vetëm i quam 3 vllajt andit, edhe 6 i mbajtëm për vete. Tash do i zjej direkt, do i bëj kos, edhe një bidon do e le qumësh, po do i le të zjerë sepse kështu për ndryshe prishet. Është ngrohtë se është i miel i tanishmi, po i milshin lopët atje. Me 800 lek litri e ka shumë mirë me 80 cent. Të shqipritet të jetë. Pritë, një me naftër, me çmime, me gjitha. E ka shumë të mirë. E ka me vërtet shumë të mirë. Shkruajeni Fresh Milk Dortmund dhe dele para direkt aty. Tashu e ka emrin dhe ferma. Mua më pëlqen, është disa ta herë që neve me marrim. Edhe po thoja, se mëra bateria tash e vura për kërkim, po thoja, e kanë qumshi shumë të mirë, e kanë të hapur, të mërkur, të premte, të shtunë, 6 me 7.5. Qofse dëgjoni na një që avën kës na i mi, nuk kemi mi, kemi thjesht andën që ha fara. Ja, i mi është në shtëpi. O zot, është fiksuar me këto farat. Jeto sa la komshiu. Sa nuk e keni iden. Nuk ti me çati bej që t'jesh. Arabel jep. Tamam Arabel. Edhe kjo ishte java jon, pa qef, tash e mora veten, pa punë në shtëpi. Punë shtëpie, të uzan me burrin, edhe kështu ka qenë java. Shpresoj që t'jeni kënaqur te ky vlogu, edhe të më bëni një subscribe, po deshët më të më ndiqni edhe në Instagram, si të doni juve, si ta keni dëshirë, na lini edhe na një koment, edhe kështu. Unë ju dua shumë, edhe takohemi të martën përsëri me vlogun e radhës. Paqim!